Meqense ti ndoqe gjurmët e babit në muzikë, pavarësisht se jo në profilin e tij, si dirigjent dhe si kompozitor, edhe i të pjesëve të rëndësishme, të ka peshuar emri i babait, ke qenë ti në një lloj konkurrence, sepse kjo është, si thuash, ky është mallkimi i atyre fëmijëve që kanë baballar të famshëm. Si e ke përjetuar? Ke qenë në një konkurrencë me babin? Korrekt. Tani ajo konkurrenca nuk është tamam konkurrencë, pra nuk duhet thënë konkurrencë sepse kur ti e ke prind, nuk e shikon si konkurrent babin. E shikon më tepër si një mentor, e shikon më tepër si një profesor. Nuk e shikon si konkurrent. Dhe fatmirësisht unë tendencat e mia që i vogël isha që ti shkëputesha nga muzika klasike. Pra unë që i vogël e kisha të qartë që unë nuk doja të bëja një muzikant klasik. Zemra ime rrite për muzikën rock, për muzikën blues, për muzikën jazz. Pra nuk kisha ato gjëra. Dhe që në atë moment, duke ndjerë veten time shumë mirë në atë habitat të cilin unë po e krijoja, dhe që heronjtë e mi nuk ishin më Bach, Mozarti, Brahmsi, por ishin Jimi Hendrix, ishe Ozzy Osbourne, ishe Robert Plant. Sigurisht që nuk e kam ndjerë shumë atë lloj gjëje. Pse? Sepse unë i vura, isha i qartë në veten time se çfarë rrugë kisha për të ndjekur. Dhe në këtë pikë nuk e kam pasur problem. Problem kam pasur nga ndonjëherë kur bëja muhabet me babin që ai e kundërshtonte këtë lloj gjëje, se në atë kohë të dëgjova në një intervistë që thoje kishe frikë se mos bëheshe drogaxhi si ata rockstarët para gjykimit. Sepse paragjykimet e atyre ishin që gjithë rockstarët drogohen, gjithë rockstarët bëhen kështu, dhe babi na shkalonte pikërisht pjesën e muzikës. Mua nuk më interesonte fare se çfarë jete bënte Jim Morrison ose këto nuk pra, se po të më interesonte edhe isha bërë si ata. Por më interesonte pjesa filozofisë muzikës dhe u përqendrova atje. Po, Rudina, personalisht, po besoj jo vetëm për mua, por edhe për një gjenerat të tërë shqiptarësh, emri Ferdinand Dedës është shumë i pranishëm. Pse? Sepse sa herë që shohim në YouTube materialet të televizionit publik shqiptar, të festivaleve të ndryshme, ai është aty ose si kompozitor, ose si dirigjent, dhe shfaqet gjithmonë është pjesë po aq integrale sa edhe ai që interpreton. Tek filmat e shumt shqiptar dhe filmi i fundit, unë po kthehesha nga një udhëtim para 3 ditësh, pash dimri i fundit. Në makinë thash po e shikoj për dirigjent Ferdinand Deda. Dirigjent tekstohën ka dhe shokët e tij. Dirigjent ke duel i heshtur. E kështu me radhë janë qindra filma. Pra emri pas ka bërë dhe muzikën e 2 filmave që unë përpara se kam ditur, Toni ma ka fiksuar. Ka kompozu vetë muzikën e 2 filmave, po si që na ishte njohur. Babi duhet klasifikuar jashtë masës si një dirigjent, pra gjëja primare që ai kishte ishte dirigjimi. Dhe në momentin që ti je shumë i ngarkuar, mos harrojmë që flasim për një kohë kur ishte çdo gjë me plan dhe orkestra radios bënte koncerte pa fund. Dhe babit nuk do t'i dilte koha që ai, pra kompozitori është profesion më vete dhe dirigjenti është profesion më vete. Përfituro sa punëtor ka qenë, sa që ndërkohë që i kishte aq shumë peshë nga dirigjimi, ai gjente kohën për të marrë